Tarifat e tij kanë tronditur botën, megjithatë Donald Trump ka lënë të kuptojë se është i hapur për negociata me vendet e tjera. Shefi i shtëpisë së bardhë theksoi megjithatë se kjo do të varej shumë nga fakti nëse vendet në fjalë do të kenë diçka të jashtëzakonshme për të ofruar në këmbim. Duke folur me gazetarët e Air Force One, Trump përsëriti edhe një herë qëndrimin se vendet e tjera kanë përfituar prej kohësh nga SBA-ja dhe ai dëshiron që kjo të marrë fund. Tarifat na japin një fuqi të madhe për të negociuar. Çdo vend na ka telefonuar, u shpreh presidenti amerikan i cituar nga Sky News. I pyetur se çfarë do të duhej për ta shqyrtuar mundësinë e tërheqjes, Trump u përgjigj se nëse dikush do të thoshte se do të na ofrojë një pakt shumë të mirë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha të njëjtën se ka kërkuar qeverisë së Kosovës të pezullojë tarifën doganore prej 10% për mallrat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas Osmanit, kjo lëvizje do të dërgonte mesazhin e qartë se Kosova është e gatshme për marrëdhënie më të fuqishme me SBA-n, me një vizion të qartë që do t'i bënte të dyja vendet më të fuqishme, të sigurta dhe të begata.